Në kuadër të javës europiane të sporteve dimrore, rreth 120 nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Korçës kanë zhvilluar një aktivitet te pista e skive në Dardh, e cila u mbush me energjinë e të rinjve. Korça këtë vit është shpallur qyteti europian i sporteve, ndaj edhe bashkia ka menduar organizimin e kësaj gare mes të rinjve, duke i nxitur ata që të merren sa më shumë me sport dhe veçanërisht me skijim, i cili është një sport i përshtatshëm për klimën e zonës. Korça këtë vit është shpallur qyteti europian i sporteve dhe në kuadër të këtij titulli që kemi marrë, ne kemi organizuar këtë aktivitet, i cili është aktiviteti i dytë për këtë vit në kuadër të qytetit evropian të sportit. Ndodhemi në Dardhë, siç e thash, që në këtë aktivitet, i cili ka të përfshirë rreth 120 fëmijë nga shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet e qytetit, një aktivitet i veçantë për qytetin e Korçës, pasi edhe klima na ndihmon edhe pista e skive. Do të ketë garët ndara sipas grup moshave dhe gjatësisë së pistave dhe patjetër për fituesit do të ketë edhe çmime simbolike. Sporti i skive në Korçë edukohet që herët për fëmijët, ndaj dhe kanë qenë të shumtë ata që kanë marrë pjesë me shumë dëshirë për të garuar dhe fituar. Pasionimi im për skit ka nisur që në moshën 4 vjeçare, jam shumë i apasionuar pas skive dhe në Korçë është viti i lojrave olimpike si skia në këtë rast dhe ne kemi ardhur për ski dhe po kënaqemi shumë, të cilat janë moshat nga 12 deri në 15 vjet. Do fitosh sot? Po besoj se po. Jemi në një aktivitet me shkollën time dhe po kënaqem shumë. Është e tretë që unë bëj ski dhe më pëlqen shumë ky sport. Do fitosh sot? Besoj se po. Pista e skive në Dardhë është e vetmja në rajonin e Korçës, e cila ofron të gjitha kushtet për të zhvilluar sportin e bukur të skive.